Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Edmond Doi, shoqëruar nga kryebashkiaku i Pukës Rok Dodaj, inspektuan punimet e projektit rihabilitimi dhe zgjerimi i varrezave publike të qytetit të Pukës. Investimi i qarkut në bashkëpunim me bashkinë vjen si një kërkesë e komunitetit të zonës, pasi varrezat publike të Pukës kanë një numër të kufizuar parcelash të lira, gjë që ka sjellë vështirësi për shumë familje në momentet më të ndjeshme të jetës. Është një bashkëpunim shumë i mirë midis Këshillit të Qarkut dhe Bashkisë Pukë në një projekt social, sepse ishte i domosdoshëm ndërhyrja në këtë pjesë të varrezave. Kemi të bëjmë me rrethimin dhe sistemimin dhe rehabilitim të varrezave publike të qytetit të Pukës. Lëvizja në hapësirat e varrezave tashmë do të jetë shumë më thjesht për qytetarët të qytetit të Pukës, ku do të kemi sisteme rrafshim, do të krijohen trotuare lëvizëse nëpërmjet hapësinave të varrezave. Një investim shumë i domosdoshëm, i shumë pritur edhe prej banorëve, një vlerësim që i bat tyne njerëzve tanë që ndohen tu, është banesa e përjetshme e tyne. Kujdesi është vërtet edhe ne po e bëjmë mas miri fal një bashkëpunimi të shkëlqyer që kena pas me Këshillin e Qarkut Shkodër, një investim i cili ban mujtën që varrezat e qytetit Pukës të marrin një pamje krejt ndryshe. Shërbimi këtu të jetë në cilësinë e duhur, këtu mos të jetë si ma përpara që baktije, kafshë tegra të jetë në mënyrë të shturë, duke dëmtuar edhe varrezat. Jena në kohën e duhur, në momentin e duhur që ne investimit t'i adresojmë aty ku janë të domosdoshëm për qytetarët e Bashkisë Pukë. Punimet përfshin rrethimin e territorit, sistemimin dhe nivelimin e terrenit, ndërtimin e rrugëve përkëmbësor, si dhe zgjerimin e parcelave për t'u përgjigjur nevojave të ardhshme. Ky projekt është pjesë e një paketi investimesh që Këshilli i Qarkut po kryen në 5 bashkitë të Qarkut Shkodër, me fokus për të përmirësuar infrastrukturën publike dhe për t'i dhënë komunitetit shërbime standarde më të larta.